Askush këtë dynja nuk ka gjetë që ka lyp diçka më të madhe sa namazin din të Allahut. La ilaha illallah. Lanja namazit. Lanja namazit. Një namaz mund të shpije besimtarin kufër. Për atë arsye ka thënë Ibn Hazmi, Allah e pas më shërua, mas shirkut në Allahun azza wa jall, kufri shirk, mas tina nuk kam katë më të madh as vrasja, as alkoholi, as zinaja, as rana, e tjerë, se sa shtymja e një namazi deri sa t'i del koha pa arsye. Dhe ka thënë Ibn Qayyim, Allah e pas më shërua, janë në ranë në ujdi konsenzus krejt muslimat. Nuk ka thënë ulema, për këtë muslimat edhe ata që nuk janë ulema. Nuk kam katë më të madh në islam se sa lamja namazit. Nuk ka, sepse shëqeja jetët kuranore. Qalu ma salakakum fi saqar, çka ju shtyu more që shkut në xhehenem atje. Qalu lam nakum min al musallin, nuk kemi fal namaz.